Winston Churchill dhe qeni i zi. Historia e një betejë të heshtur. Winston Churchill, udhëheci legjendar i Britanisë së Madhe gjatë luftës së dytë botërore, është simbol i forcës dhe guximit në kohëra të errëta, por përtej fjalimeve të fuqishme dhe vendimeve historike, ai u përballte me një armik të padukshëm, depresionin. Ai e quante atë qen i zi, një metaforë për errësirën emocionale që ndiqte në heshtje gjatë gjithë jetës. Churchill nuk e fshehu këtë gjendje, por as nuk u dorëzua. Përkundrazi, ai gjeti mënyra për të përballur me qëndrueshmëri, punë të vazhdueshme dhe forcën e fjalës. Ai shkroi, studioi dhe foli me zjarr, jo vetëm për të ngritur popullin britanik, por edhe për të mbajtur veten të gjallë shpirtërisht. Mos u dorëzoni, kur. Ishte më shumë se një thirrje për kombin, ishte një mesazh për veten, për të vazhduar përpara pavarësisht errësirës së brendshme. Ai nuk e mposhti depresionin, duke e mohuar, por duke qëndruar aktiv dhe duke dhënë kuptim çdo ditë. Historia e Churchill na kujton se edhe më të fortët kanë plagët e tyre, por kur nuk dorëzohen. Bëhesh shembull për të tjerët, dhe kjo është një fitore paqe e madhe sa çdo betejë luftuar në fushën e betejës. Lexoj Hysni Baliu.